Krusha e Madhe u bë sërish vend takimi i dhimbjes dhe i kujtesës kombëtare në 27 vjetorin e masakrës më të madhe në Kosovë. Qindra qytetar dhe krer institucional u përullën para vareve të 243 personave të vrarë nga forcat serbe, duke kërkuar drejtësi për krimët që ende mbetën pa autor të dënuar. Ky ishte një krim me paramendim. Kjo ishte një masakër e planifikuar. Ishte një akt i qëllimshëm për të shuar jetë, për të shuar kujtesë, për të shuar vetë ekzistencën e banorëve të këtij fshati. Edhe sot 64 banorë të Krushës së Madhe figurojnë ende në listat e zhdukurve me dhunë. Janë plagë të hapura, janë mungesa të papërshkrueshme, që rëndojnë çdo ditë mbi familjet e tyre në radhë të parë, por edhe mbi ndërgjegjen tonë si kom e si shtet. Në mesin e atyre që ende presin një përgjigje për familjarët e zhdukur është edhe ministri Andin Hoti, i cili vuri theksin të fshehje e qëllimshme e fakteve nga Beogradi. Serbia gjakatare nuk mjaftua me vrasje. Ajo përposhtë të zhduk të gjurmët i krimit, të fsheh trupat dhe të mbuloj të vërtetën. Dhe sot, pas 27 vitesh, e mban të mbyllur në arkivat e saj të erdha përgjigje për shumë familje të Krushës dhe të Kosovës. Edhe sot, në këtë vend, këtë marrëzat vendosin lule mbi varet të zbrasta. Për ish kryeministrin Ramush Haradinaj, garancia e vetme që skenat e marsit të vitit 1999 të mos përsëritën qëndronte fuqizimi i sigurisë kombëtare. Ne do të punojmë shumë që kur mos me qenë pa mbrojtën. Ushtrin tonë, qëmat e sigurisë tonë duhet të forcohet. Na, për siguri, mos me na përsërit Krushja, e Krushje tjera duhet me majtë fort në Amerikën. Kush i thot ndrysht ta dini që so ka diçka o ka ju thot, ose o ka e din, ose ka për të mirën e këtij populli e këtij vendi. Ndërsa, i pari i Rahovecit u ndalte rezistenca e krushanëve dhe sakrifica e intelektualit Ukshin Hoti si themelet mbi të cilat u ngrit liria e vendit. Birit komit Ukshin Hotit, i cili ishte vetëdijshëm se për ta fituar lirinë duheshin bërë sakrifica privime të dhëmshme. Ai dha shembullin personal dhe vetë u bë jehone thirrjes për lirinë e dinjitet njerëzor e kombëtar. Rënjet e lirisë rritën e forcohen nga gjaku i derdhur. Prandaj ishte sakrifica që duhej bërë, në të kundërtën do të lëngonim edhe për shumë vite në robëri. Masakra e Krushës së Madhe u krye nga 25 deri më 27 mars 1999 nga forcat serbe, ku u vran 243 persona. Edhe 27 vjet më pas, 64 banor figurojnë ende në listën e të zhdukurve, ndërsa familjet vazhdojnë të kërkojnë drejtësi dhe ndëshkimin e përgjegjësve.